kur ne kemi marrë dhënat fillestare, kanë thonë që dikur edhe 12.000 deri në 14.000 sipas aplikacioneve, sepse secili veteran ka pas një aplikacion me dokumente shtesë me vërtetu rolin e tij. Sipas aplikacioneve, dikur edhe 12.000, 14.000 nuk kanë tyra. Ne kemi kalkulu buxhetin me 14.000. Kemi fillu me 12.000, kemi dashur me shku të sigurt, kemi bërë me 13.000 ditën e fundit. Ditën e fundit unë vetë me ministrin financa, edhe me anëtarët e komisionit, kemi thonë shkojna me 14.000 veç me qenë sigurt, edhe kemi vendos 25, 26 milion, cili e mbulon, edhe kemi fillu me ato. Çka ka ndodhur është se kur ka fillu procesi i aplikimit, dhona nga tereni është që edhe një numër përpos që suprit numri për 60.000. Në total 50 e diçka mijë, një numër i madh i tyre edhe kanë lënë vendet e punës. Na kemi pas një frikë ose një lloj sugjerimi edhe nga FMN edhe nga tjerë që ata që i kanë punë, që punojnë paga rreth 200-250 edhe kanë me tentu me lënë vendin e punës, që madje me kalun në informalitet. Kjo ka qenë frika, por madje dhona tregojnë që edhe me paga të mira, relativisht mira, e kanë shu vendin e punës. Po se po në nxezën, manena. Po në nxezën. Domethënë dami është i shumë fesht.